në Shqipëri, sepse kush hyn në atë shtëpi nuk luan dot më ku kam qefi me qytetarët e vet. Prandaj dhe në atë familje askush nuk e vë dot në pikpyetje barazin para ligjit për qytetarët e vet, të cilën ne, socialistët dhe progresistët e Shqipërisë, e kemi sjellë për herë të parë si zhvillim real, konkret, aktual në jetën shqiptare, ku s'ka pasur kur barazi para ligjit dhe as drejtësi të pavarur, qysh nga viti 1912. Prandaj, edhe qysh nga viti 1912 dhe deri pak vite më parë, s'ka pasur kur, asnjëherë, në asnjë rast, një individ të veshur me pushtet politik që t'jetë hetuar, gjykuar apo dënuar nga prokuror e nga gjykatës të pavarur prej qeverisë. Por ama barazim para ligjit, populli shqiptar nuk mund ta lërë dorën e qeverive dhe të parëve të qeverisë këtu, po duhet ta marrë vetë në dorë. Duhet ta mbrojë me të gjithë forcën e vullnetit vet, duke filluar nga 11 maj, ku zgjedhja nuk është mes sa partive, po mes Shqipërisë 2030 në BE dhe Shqipërisë drejt e ngrop, përsëri. Me ne, ose me kënetën madhështore dhe me shitsat e qilimave fluturus të pazarit të moçaleve të vegjël rreth saj, që kanë dhe ca emra shumë qesharak. Jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashkë, jo veç, jo tërci-vërci. Vetëm Shqipëria 2030 në BE e blindon përfundimisht pa asnjë mundësi prapakthimi themelin e barazisë para ligjit që Partia Socialiste e Shqipërisë pati kurajon ta hedhë. Dhe deri atëherë, deri kur ne ta fusim zonjën Shqipëri në sallonin e madh kryesor të Shtëpisë Europiane, vetëm shqiptarët e bashkuar me mua dhe me ju këtu mund të mbrojnë drejtësinë e re nga çdo rrëvajtje destruktive e kënetës. Mund të mbyllin negociatat me BE-n brenda 2 vitesh. Mund të rrisin prodhimin e përgjithshëm kombëtar, që kur ne morëm detyrë ishte më pak se 10 miliardë euro, nga 25 miliardë euro që është sot në 35 miliardë euro,